Ti e kalove ti, a ka diçka që nuk u pa nga ajo, që ju iku syrit të publikut, por që ishte shumë e bukur dhe ti e pëlqeve? Spari unë kam kalu shumë mirë. Unë nuk kam pas as pak stres. Se në gjithmonë isha rrit duke i pa nuset e tjera, duke thënë, zotë sa stresu, se unë nuk e kam shiu kur darës më time, se kam qenë shumë stres, ose u konë me gale, se si kam e kalu, kam u konë mirë, apo qysh tek. Unë nuk isha as një loj derti. Isha si kur dalin premier shfaqës, për mu ishte ditë premiere, ditë feste. E kalova shumë mirë, shumë bukur, gjithë shka shkoj ashtu. Si që kisha planifiku, njerëzit ma dashtun edhe ma tofer. I kisha aty, mundum njerë të bëjmë një dasë modeste, fillum njëherë jo prej 50 vete, pasa 100, arritëm në 200. Burë im nuk është tip që ka dëshirë të shfaqet para kamerave, por e ka marrë grun aktore, kështu që nuk kam qkaj me i bo. U bo publik edhe aji. Cilin e kishe momentin që u emocionove më së shumë ti? I vlerona, sa pyetje të bukura po bëm, po edhe po më shtin siklet. Po keni moment që u emocionova shumë. Momentin kur e prem tortën, edhe burë im u këthy me më putë në balë. Ashtu si që bëjnë gjithë burat në momentin e prerjes tortës. Edhe në atë moment përqafoj, pa i përqafimi zgjati një 8 minuta, 5 minuta, nuk e di ishte shumë i gjatë, se që gjithë tas morët fillun me duar trokit. Aty ishte një farë momenti, si kur, nuk e di, atë ngrotësin që e mora prej ti në ato moment, thash, okej, unë jam martu me njerin e duhur. Sa bukur, sa bukur. Besoj që këtë dashurin do ta ushqeni çdo ditë dhe është më e rëndësishme që keni njëri tjetrin në krah për t'i kalu të gjitha gjanat. Është e rëndësishme që keni një përkrahje më të madhe dhe ajo është mbështetje shumë e madhe për mua edhe në profesionin tem. Kjo ka shumë rëndësi. E kjo ka shumë rëndësi, e vërtet. Je shumë e fatën. Saram do të kthehem edhe një herë, do të kthej nga një diçka shumë e bukur nga dashuria, një dashuri tjetër që është profesioni. Pa diskutim ke sakrifikuar shumë për të dhe sot po jeton atë ëndrrën tënde, një publik shumë të gjerë të shqiptarve. Keti ndonjë vizion kështu ku do doje me pa vetën, ose si qëndron me ambicje, çka mendon që ka edhe diçka që po të mungon nga aspekti profesional që do doje të arrije? Ne aktorët nuk ngopemi kur. Edhe pavarësisht se ku mund të arrijmë, gjithmonë mendojmë se mundemi më shumë. Kërkojmë më tepër. Dua më shumë. Mund t'ja dalim edhe të bëjmë edhe ma shumë. Kështu që, pavarësisht serialeve, filmave, shfaqjeve dhe gjitha punët që neve na vjep mundësia me bë, çdo aktore kemi një ëndër dhe një dëshirë. Besoj që për krejt vlen ajo kur ne bëjmë një film dhe një rol të madh, edhe ai rol të shihet jo vetëm nga populli shqiptar, po të shihet në mbar botën. Ai film të arrijë edhe më lart. Për që edhe unë e mendoj një jetën time se një ditë ndoshta do vi ajo që unë do e bëj një personazh që